Sot nuk është koha për dallimet mes njëri tjetrit. Ajo që na bashkon është më e madhe se sa ajo që na ndan. Shqipëria sot është në pikën më kritike të ekzistencës së vet. Është shkatruar në arsim, në shëndetësi, në mjedis, në mundësi ekonomike, është në pasiguri jete, në pasiguri juridike. Dhe këto janë çështje që shqetësojnë çdo qytetar shqiptar. Nuk janë çështje që na dallojnë në të majtë dhe në të djathtë, të angazhuar dhe të paangazhuar apo të anshëm dhe të paanshëm. Ndaj ne kemi sot një thirrje për çdo qytetar shqiptar, për çdo demokrat, çdo të ri veçanërisht, të djathtë apo të majtë, të angazhuar apo të paangazhuar, që të jetë në shesh sot dhe çdo ditë për të ngritur zërin dhe për ta kthyer Shqipërinë në shtëpinë tonë sërish. Le të dalim në shesh, me vendosmëri, me dashuri, për familjen, kombin dhe të rinj shqiptar që largohen ditë ditës, për gjitha kauzat që na bashkojnë dhe jo ato që na ndajnë. Prandaj shihemi sot në orën 6 në shesh, sot dhe çdo ditë, më shumë.